Ja të rikthehemi edhe një herë së bashku, është zyrtarisht 8 mars. Po se si e bën dhe Brikena, ka Brikena një, si e bën Brikena? Ja, kështu. Jo, Kujdesa mos ta bën në gjë tjetër. Po jo, Ledion, jo. Është nga lart o Ledion. Është gjë tjetër. Si, ja pse e bëj punin. Kështu, ja kështu, pa. Kështu. Si bë? Kështu. Ja, Monika, na thuaj një gjë për 8 marsin, po lëri gishtat. 8 marsit duhet filloj njërë duke të kundërshtu ty. Se shi si e thua, duke më kundërshtuar mua? Na thuj në gjë për 8 marsin. Po unë jam mësuar të më kundërshtosh ti. S'më bën më për Jepi fjalë të ndjera, jepi. Për gjitha gratë, që burra së puna këtyre të dyve që janë kundër grave për 8 marsin, unë kam një urim të jashtëzakonshëm. Puna gjetën e të dyve. Dy burrat më feminist që ka Shqipëria. E po ky feminizmi juaj tepruar nganjëherë kthehet në antifeminizëm. Kështu që keni kujdes. Është do urosh gratë apo do na bish të dyve? Patjetër, unë sot në fakt dua që t'ju uroj gjithë grave shqiptare, në fakt në gjithë historinë e tyre ato kanë qenë pjesë e suksesit, e sakrificave, e vuajtjeve të këtij vendi, kanë qenë drita e familjes shqiptare, ato kanë edukuar familjen shqiptare dhe dua t'ju uroj që të ndryshojnë çdo ditë të jetës tyre, jo vetëm për 8 mars, sepse dua që çdo ditë zëri i tyre të dëgjohet, dua që ëndrat e tyre të realizohen dhe dua që fuqia e tyre të vazhdojë për të edukuar breza të rinj për cilët ky vend ka nevojë. Prandaj i them atyre të qëndrojnë fort, të mos dorëzohen, të vazhdojnë të luftojnë. Jeta luftësh, por kur është luftë dhe ti fiton, vlerat e tua është akoma dhe më e bukur. Amin. Arbër, do shtosh gjë? Jo, amin. Ta amin. Po. Edhe ati shkon se është muaj Ramazani dhe është besimtar i devotshëm. E qartë. Unë nga ana ime doja të thoja që si pjesë e një shtëpie, një institucioni të dashur kaq shumë për shqiptarët, i cili në më të shumtën e kohës, pavarësisht se është themeluar nga një zotëri, është drejtuar nga zonja, të cilat kanë treguar se din të drejtojnë në më të shumtën e rasteve më mirë edhe se sa ne burra. Do doja të fitoja nga rasti i uroja sonte, sidomos grave, zonjave dhe zonjushave të cilat janë duke kaluar momente të vështira në jetën e tyre, që u duket sikur po i shëmbet bota poshtë këmbëve, t'ju thoja që du të keni pak më shumë besim se çdo gjë kalon dhe se jo domosdoshmërisht duhet kesh një të ardhme një të shkuar të ndritur për të patur një të ardhme të tillë. Kështu që besoni në vete dhe luftoni sepse nesër do të jetë një ditë më e mirë. Po kishte ndorën time, unë grave ja kisha bërë çdo ditë fest. Pse? Sepse ne gjërat më shtrenjta që kemi i lidhim me gratë. I lidhim me nënën, i lidhim me gruan, i lidhim me motrën, i lidhim me vajzat. Gëzuar të gjithë grave në gjithë botën, gëzuar dhe Monikës, edhe që sot do duhet të jetë një notë proteste, uroj që gratë ta duan më shumë njëra tjetrën. Patjetër Ledion, po mos harroni gjë. Gratë shqiptare kanë votuar përpara grave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që janë gratë forta. Shkojmë në shtëpi. Atëherë jam sërish me ju dhe dua tani të diskutojmë pakës për një situatë që lidhet me atë që ndodhi të martën, daljen e Rogertit nga dera e Vodafone për të rihyrë sërish në shtëpi. Sidoqoftë dalja e tij për pjesën më të madhe të banorëve u prit me duar trokitje, por 3 banor nuk lëvizën fare nga vendi. Shohim klipi.